Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi raportin për Shqipërinë që ju kurajon mbylljen e negociatave deri në vitin 2027. Pro ti votuan 57 deputet, 11 ishin kundër dhe 6 abstenim. Eurodeputetët bën thirrje për përshpejtimin e reformave dhe forcimin e institucioneve demokratike. Krahas asaj kërkohet konsensus i gjerë politik dhe mbështetje e fortë publike për anëtarësim në Bashkimin Evropian së bashku me përputhjen e plotë të politikës së jashtme dhe të sigurisë me atë të BE-s. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Andrej Schider, kërkoi nga qeveria shqiptare të vazhdohet me luftën kundër korrupsionit dhe sundimin e ligjit. Në raport apelohet për një tekst të qartë mbi zgjerimin e modelit ekonomik, krijimin e vendeve të punës, përmirësimin e modelit të mirëqenies sociale, një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe të gjithëanshme. Raporti nënvizon polarizimin e vazhdueshëm politik të shënuar nga retorika konfrontuese dhe bën thirrje për një dialog më konstruktiv dhe gjithëpërfshirës politik. Eurodeputetët shprehin shqetësim serioz për ndikimet e huaja të dëmshme, veçanërisht nga burimet e lidhura me Kremlinin që kërcënojnë institucionet demokratike dhe aspiratat e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Krimi i komandës kibernetike dhe ndërlidhjes u përshëndet nga Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë në pranitë së ngarkuarës me punë të SBA-s në vendin tonë, Nancy Van Horn. Piero Vengo kujtoi se sulmet kibernetike të vitit 2022 ndaj Shqipërisë shërbyen si një kujtesë e fuqishme se në një botë gjithnjë më digjitale, mbrojtja e hapësirës kibernetike është po aq e rëndësishme sa mbrojtja e integritetit territorial të vendit. Këto zhvillime, të mbështetura edhe në përvojat e tjera të NATO-s, e bën të domosdoshme dhe krejt natyrshme në fakt krijimin e komandës kibernetike dhe ndërlidhjes, të cilën themelojmë sot. Jo vetëm e natyrshme sepse na duhet më shumë ndërveprim mes forcave operacionale që ndërmarrin veprimtari që lidhen me mbrojtjen kibernetike dhe me komunikimin digjital, e natyrshme sepse ky është një domen ku padyshim bashkëpunimi mes komponentit ushtarak dhe komponentit civil është ndoshta çelësi i suksesit. I pranishëm në ceremoni, shefi i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosur Arben Kinçi në fjalën e tij u shpreh se krijimi i komandës së kibernetikës dhe ndërlidhjes si pjesë e përmirësimeve strukturore të forcave të armatosura për adresim më të mirë të sfidave të mjedisit të sigurisë është një qasje proaktive ndaj karakterit të ndryshëm të konflikteve moderne. Në këtë mjedis të ri operativ, kundërshtarët janë gjithnjë më të padukshëm dhe duke shfrytzuar çdo mundësi që ofron teknologjia, synojnë ndryrjen e sistemet e komunikimit, dëmtimit e infrastrukturës kritike, nxitjen e dizinformimit dhe konflikteve shpesh pa shkrepur një armë të vetme. Digitalizimi i teknologjisë ushtarake, varësia në rritje në sistemet e komunikimit dhe informacionit dhe sofistikimi i sulmeve kibernetike janë kthyer tashmë në kërcënime që kërkojnë qasje gjithëpërfshirëse që shkojnë përtej institucioneve të mbrojtjes. Shqipëria konfirmon pozicionimin në politikën e jashtme në mbrojtje të integritetit territorial të Ukrainës dhe përmes një marrëveshje të ratifikuar në Komisionin për Politikë të Jashtme. Zëvendës ministri për Ropën dhe Punët e Jashtme, Endrit Yzeiraj, përpara anëtarëve të komisionit, ofroi projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mbi sigurinë dhe mbështetjen e afatgjat ndërmjet Shqipërisë dhe Ukrainës. Zëvendës ministri nënvizoi se marrëveshja shkonte më tej, pasi ka kolona sa i përket bashkëpunimit politik dhe llogaridhënies së mëtejshme në konfliktin Rusi-Ukrainë. Qeveria shqiptare apelon nevojën e investimeve në fushën e mbrojtjes. Zëvendës ministria Blerina Abrazhdë në takimin e mbajtur në Kosovë me temë perspektiva mbi sigurinë globale çfarë vjen nga pas në kuadër të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë. Në një koment për barazinë gjinore në mbrojtje, Abrazhdë denoncoi diskriminimin ndaj grave në këtë sektor. Tha zëvendës ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Blerina Abrazhdë. Përplasje mes deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi ndërprerjen e seancës me pretendimin se ka mungesë kuorumi dhe se duhet minimumi një numër prej 70 deputetësh në sallë. Me këtë pretendim ai kërkoi që të ndërpritet seanca dhe të thirren deputetët. Njoftoni deputetët tuaj të vinë në seancë plenare dhe më pas fillojmë punën e Kuvendit të Shqipërisë. Nëse pastaj nuk ju bindet deputetët dhe nuk ju vinë në seancë, ky është problemi juaj, nuk është problemi i opozitës. Na kërkove ne të sjellim deputetët në sallë. Nuk na detyron dot, ne detyro deputetët e shumicës që të vinë dhe të bëjnë quorumin që ti të nisësh seancën. E ke për detyrë. Me një reagoi dhe kryetari i Kuvendit Elisa Spiropali. Unë nuk detyroj askënd, as grupin tuaj parlamentar, as grupin e shumicës, po vetëm mund të lexoj nenin e rregullores, neni 44, tani më vjen keq që detyrohem të lexoj nenin, po ç'të bëj. Përplasje pati dhe mes flamur Nokës dhe deputetit Auland Balla. Pretendimet e Nokës për praninë të GPS-it
në 500 zarve të shqiptarëve në Selanik, balla i quajti përpjekje alucinante. Sali Berisha paraqitet në SPAK në zbatim të masës detyrime paraqitje. Në dalje nga zyra e prokurorisë speciale, kryetari i Partisë Demokratike akuzoi kreun e SPAK, Altin Dumani. I lash këtë shënim me mbajtjen për 22 ditë të fletarrestit të gjykatës për bost e kartelit më të madh në Europë të drogës, kartelit Troplini. Altin Dumani do regjistrohet si bashkëpunëtor kryesor i këtij karteli dhe do të ndryshojë mbiemrin e tij nga Dumani në Altin Troplini. Sipas Berishës, kjo zyrë do të shpallet seksioni i kartelit Troplini, më të fuqishëm të drogës në Europë. Administrimi doganor, menaxhimi i kufive, lehtësimi i tregtisë dhe shkëmbimi i informacionit ishin në thelb të takimit të mbajtur në Athinë ndërmjet drejtorit të përgjithshëm të doganave, Genti Gazheli, dhe homologut të tij grek Dimitrios Bourikos. Palët ranë dakorde për zgjatjen me 2 orë të orarit për kamionët bosh në pikat kufitare Kakavi dhe Kapshtic, si dhe zgjatjen me 1 orë në pikën kufitare Qevbot. Delegacionet riafirmuan mbështetjen ndaj nismës së kursive të gjelbërta të Ceftas. Krah asaj, pala greke ndau përvojën me Maqedoninë e Veriut për aplikacionin SET dhe shprehu gatishmërinë për ta zbatuar edhe me Shqipërinë. Shkodra do të ketë një port të re hyrëse. Ministri i Energjetikës dhe Infrastrukturës Belinda Ballogu inspektoi ecërinë e punimeve të rrugës Kthesa e Bërdicës ura Baçallokut. Rruga e re do të ketë një gjatësi për 1600 metrash, ndërsa ura ekzistuese me gjatësi 180 metra lineare do të duplikohet në një strukturë të re pranë saj. Nuk preket ura ekzistuese, është 180 metra apo jo linear, gjatësia, ne ndërtojmë një urë paralele e cila do të shërbejë si njëra nga krahët e rrugës. Pra, korsit që do kemi pra në urën e re janë ata që do vinë siç vjen ky krah deri tani drejt Tiranës, duke mos e prekur urën ekzistuese. Pra nuk do ketë ndërhyrje mbi atë infrastrukturë. Projekti përfshin dhe urbanizimin e zonës me trotuare, ndriçim dhe gjelbërim. Duke qenë se kemi pasur kërkesë nga Bashkia e Shkodrës për të urbanizuar projektin, gjë që nuk është hera parë që ne bëjmë, kemi thënë këtë në unazën e madhe, kur ne nisëm unazën e madhe, na është dashur që të bashkëpunojmë më pas me Bashkinë e Tiranës, duke qenë se që gjitha këto vepra pavarësisht se janë infrastrukturë kombëtare rrugore, nga ana tjetër futen në zonat banuara, duke bërë kështu të nevojshëm që të ketë edhe pjesë të tjera që janë të lidhura dhe të ndërlidhura me pjesët e mobilimit urban. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.